Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, vetëm një luk u thollmolle në ditë e thoni lam të mirë këtyre problemeve. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e uthullës në mëngjes mundësisht me stomak bosh, të tjerë betohen për të mirat që vinë në qoftë se uthulla pihet në mbrëmje. Uthulla zhbllokon hundët. Pamundësia të thithurit ajër përmes hundës është e tmerrshme. Uthulla ju vjen juve në ndihmë për të zhbllokuar hundën dhe rrugët e frymëmarrjes në përgjithësi. Duke qenë se uthulla është e pasur me kalium, magnez, vitamina A, B1, B2 dhe E. Shtoni një lok çaj me uthull molle në një gotë me ujë dhe pijeni atë ngadalë përpara gjumit. Uthulla stabilizon nivelet e sheqerit në gjak. Studimet shkencore kanë treguar se pirja e uthullës së mollës përpara gjumit mundet që të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për pacientët e diagnostikuar me diabet. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë gjelle me uthull dhe pak djathë përpara gjumit, së bashku me ilaçet kundër diabetit, ulte ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak të nesërmen. Uthulla ndihmon tretjen. Në qoftë se ju zgjoheni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin për këtë e ka tretja. Ky lëng fantastik zgjidh të gjitha problemet me tretjen, zorrët dhe njëkohësisht me urthin. Pini një lugë çaj me uthull molle të tretur në një gotë me ujë dhe pijeni atë përpara se ju të flini. Me gjithë këto të mira, uthulla e mollës nuk duhet të mungoj në thirrtarin e kuzhinës. Kundër erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës mundet që të jetë e tmerrshme në mëngjes, por ju mund të merrni masa për ta parandaluar atë duke pirë një lugë çaj me uthull në mbrëmje për të shkatëruar bakteret të cilat lulëzojnë në gojën tuaj. Uthulla shëron fytyn e thatë. Gjatë stinës së ftohtë, gjasa që ju të prekeni nga simptomat e gripit dhe të ftorës janë të mëdha. Bakteret përgjegjëse që përthajnë fytin shkatërohen nga aciditeti i uthullës së mollës. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një glënke me uthull molle gjysmë deri në 1 orë përpara gatimit, që në mëngjes ju të jeni si kokra e mollës. Uthulla stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Studimet shkencore kanë treguar se pirja e uthullës përpara gjumit mundet që të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për pacientët e diagnostikuar me diabet. Një studim i Arizona State University tregoi gjithashtu se pirja e 2 lugë gjelle me uthull dhe pak djathë përpara gjumit, së bashku me ilaçet që ju përdorni për diabetin, ulte ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak ditën e nesërme. Sipas ekspertëve, uthulla dhe shija e saj mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimin e vlerave të këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burim i rinisë së përjetshme. Studimet kanë treguar se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira për trupin dhe organizmin. Si mund të pini uthullën e mollës? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj ajo mundet që të shkaktojë djegsira në zonën e fytit. Përpasoj, ajo nuk rekomandohet që të konsumohet e pa tretur në ujë, sepse ekspertët thonë se uthulla duhet tretur të paktën në 1 filxhan me ujë. Ata sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjelle me uthull në 1 filxhan me ujë. Çfarë ndodh në organizëm në qoftë se ju pini uthull molle çdo ditë? Më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që e mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ duke zgjidhur çështjet si konstipacioni. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it dhe gjithashtu ajo ka një përdorim të veçantë në lëkurë dhe në flok.
Ju mundet që ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë të paktën çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke e tretur në ujë për të marrë përfitimet më të mira. Infeksionet, myku dhe infeksionet janë gjithashtu një rrezik tepër i vazhdueshëm për organizmin i cili shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një kurrë shumë të mirë kundër mykut e cila prek zona të ndryshme të trupit. Sheqeri në gjak, studimet kanë treguar se konsumimi i uthullës ndihmon gjithashtu edhe në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi juaj arrin që të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar gjithashtu se konsumimi i uthullës përpara gjumit ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, një efekt i cili zgjat pikërisht deri ditën e nesërme. Më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës gjithashtu ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton që ju të tresni një lugë gjelle me uthull në një gotë të madhe me ujë dhe më pas pijeni atë rregullisht. Rënje nga pesha. Uthulla e mollës gjithashtu rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos në qoftë se ajo pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët gjithashtu thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon gjithashtu në paksimin e depozitave dhjamore dhe në rënjen nga pesha. Këto janë trajtime të bukurisë të cilat sjellin efekte të pabesueshme për shëndetin. Është e pamundur të mos ju risjellim në vëmendje artikuj që kanë në qendër të vëmendjes një prej produkteve më çuditëbërëse si uthulla e mollës. Nuk do ta egzageronim as pak nëse do ta quanim lëng magjik të shëndetit të mirë dhe të mirëqenies. Nëse ju mendoni se uthulla e mollës e ka vendin në kuzhinë, diku pranë kripës dhe vajit të ullirit, jeni duke bërë gabimin më të madh të jetës. Uthulla e mollës ka përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin dhe për bukurinë tuaj. Mund ta kryeni atë si një ritual për kujdesje ndaj fytyrës dhe trupit. Sot ne do t'ju prezantojmë disa trajtime bukurie me uthull molle që do ta transformojnë plotësisht trupin dhe fytyrën tuaj. Trajtoni këmbët me uthull molle. Shtoni në një enë disa lugë gjelle uthull molle sipas dëshirës dhe zhysni këmbët për 10 minuta. Ja cilat janë 3 përfitimet e këtij veprimi. Lufton mykun e këmbës dhe thonjtë e verdhur, eliminon lythat e këmbës, qetëson kruarjet në këmbë dhe neutralizon erën e keqe të tyre. Kruajtjet në këmbë shkaktohen si pasojë të rregullimit të pH-it të lëkurës së saj, ose si pasojë e rritjes së baktereve në këtë pjesë të trupit. Ndiqni këtë praktikë dhe do të shpëtoni nga ky problem, praktikë shumë efektive edhe për të eliminuar erën e keqe të këmbëve krijuar si pasojë e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërshtatshme dhe djersitjes së tepërt. Lani flokët me uthull molle. Të kujdesesh për flokët në ditët e sotme është shumë e thjeshtë se më parë. Uthulla e mollës balancon nivelin e pH-it të flokëve dhe të skalpit, lufton në zbokthin dhe gjithashtu kruajtjen e kokës. Uthulla është hidratuesi më i mirë natyral që mund të përdorni për flokët tuaj. Larja e fytyrës me uthull molle është një ndër trajtimet e bukurisë më të lashta që ekziston. Mbron fytyrën tuaj nga veprimi i agjentëve të jashtëm dhe për këtë do t'ju nevojiten 2 lugë gjelle uthull molle dhe një tampon pambuku. Njomni topin me uthull molle dhe kaloni në të gjithë sipërfaqen e fytyrës. Kështu ju do ta lini të veprojë gjithë natën dhe lajeni të nesërmen. Ky trajtim lufton aknet, pikat e zeza dhe njollat kafe. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe
pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.